Çmimet e karburanteve në vend kanë pësuar një rritje të menjëhershme ditën e sotme. Ky shtrenjtim vjen si pasojë direkte e tensioneve ndërkombëtare dhe prishjes së armëpushimit në gjirin persik, çka ka reflektuar një rritje të rrufeshme të çmimit të arit të zi në bursat botërore, me efekt të menjëhershëm në tregun ton vendas. Konkretisht në pikat e karburanteve në Lushnjë, 1 litër naftë tregtohet sot me 185 lek nga 179 lek që ishte vetëm një ditë më parë. I njëjti trend rritës është vënë re edhe tek benzina, e cila sot ka kapur vlerën e 182 lekëve për litër, krahasuar me 178 lek që kushtonte dje. Kujtojmë se që nga momenti kur Bordi i Transparencës u shkri, duke ja lënë çmimet në dorë tregut të lirë, rritja e naftës ka qenë e vazhdueshme dhe e pakontrolluar. Pa një mekanizëm rregullator, çdo luhatje jashtme po shkarkohet menjëherë në xhepat e konsumatorëve. Kjo situatë e re ka gjetur të papërgatitur drejtuesit e mjeteve dhe bizneset lokale në Lushnjë, të cilët rrezikojnë të përballen me një efekt zinxhir në rritje të gjitha kostove të jetesës.